Dritan Burgia dhe Arlind Boshku janë përjashtuar për vendimet e tyre dhe jo për mendimet që kanë shprehur. Këtë argument dha Sali Berisha lidhur me vendimin e Flamur Nokës për përjashtimin e 2 këshilltarëve bashkiak në Durrës. Sipas Berishës, 2 këshilltarët nuk kanë shpërblyer votat e demokratëve në Këshill, por kanë shkuar vetëm për të marrë rrogën dhe kanë vepruar kundër interesave të partisë. Në qoftë se ti besimin që ta dham, sekretar politik Dege, e përdor si dashsura, atëherë ti s'ke e përjashton vetën nga partia dhe nga organet. Qoftë se punon për kandidat e Partisë Socialiste dhe jo për kandidat e Partisë Demokratike duke majtë postin që ke, ti ke majtur një qëndrim që ke nxjerrë veten vetë jashtë partije. Përplasja nuk ka vetëm mes demokratëve, por një konflikt po del në sipërfaqe edhe në Kampin Roz, mes Elisa Spiropalit dhe Taulan Ballës. I pyetur për këtë çështje, Berisha dha këtë koment. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elisës. Gjatë konferencës për mediat, Berisha komentoi edhe deklaratat e komisioneres për zgjerimin Marta Kos, e cila tha se korrupsioni në Shqipëri është problem kulturor. Të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet Hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Kaq kam për këtë koment.